Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare. Po përjetojmë të ditë bukura të Ramazanit, ditë të mëdha, ditë dhurate që Zoti na i ka dhëruar dhe jemi mirënjohës për këtë mundësi që na i ka dhënë. Sot dua të flas për një temë që është pse gëzohemi kur vjen muaji Ramazanit. Prej mirësive të Zotit është që Zoti na ka bërë mundun të arrijmë këtë muaj të bereqetshëm e të hajrit e të mirë. Prandaj, sa njerëz kanë shpresuar dhe kanë dashur që të arrijnë këtë muaj, po për fat nuk janë mesin tonë. Por derisa ne kemi pas fatin dhe mundësinë që të arrijmë këtë muaj, e kjo është një mundësi e madhe, një gëzim i madh që po përjetojmë këtë mundësi të ardhë e të mirë. Një çështje tjetër pse gëzohemi gjatë Ramazanit është se në Ramazan shpërblimet shumë fishohen. Sikur që na mëson pejgamberi alayhis salam në një hadith se çdo vepër e birit të Ademit gjatë Ramazanit shpërblimin e ka prej 10 deri në 700 fish. E kjo është një mundësi e artë, është një mundësi e mirë, sepse një vepër të vogël që e bajnë shpërblimin e ka prej 10 deri në 700 fish më shumë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam na mëson në hadith dhe thotë se besimtari i cili agjeron dhe agjerimin e bën vetëm për hapjen e Zotit, atëherë shpërblimin e ka te Zoti. Edhe pse nuk e dim se sa ka shpërblim, e dim që kjo është një surprizë, e surprizat e Zotit janë të mëdha. Një gëzim tjetër pse besimtarët gëzohen gjatë Ramazanit është se në këtë muaj Allahu i fal me lehtë gabimet tona. Sikur që pejgamberi alayhis salam na mëson në një hadith dhe thotë se 5 namazet ditore, xhumaja deri në xhuma, edhe Ramazani deri në Ramazan i fshin apo i shlyejnë mëkatet. E kjo është një mundësi e artë, prandaj edhe meritojmë të gëzohemi gjatë këtij muaji. Një gëzim tjetër gjatë këtij muaji është gjithashtu se në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar ka thënë që në ditën e parë të Ramazanit, se kur vjen muaji Ramazanit, në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe prangosen shejtan. Po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam na mëson dhe na thotë se në Ramazan Allahu e urdhëron xhenetin në çdo vit që të zbukurohet. Edhe kjo është një mirësi prej mirësive të Zotit. Një gëzim tjetër që ne gëzohemi gjatë Ramazanit gjithashtu është se Allahu i liron robët e tij besimtar nga zjarri çdo ditë dhe çdo natë në Ramazan. Pejgamberi alayhis salam na mëson në hadith dhe thotë, vërtet Allahu i liron qafat e besimtarëve çdo ditë në Ramazan. Edhe kjo është një mundësi tjetër. Një gëzim tjetër që ne gëzohemi në Ramazan gjithashtu është përjetimi i një natë të madhe, natës së Kadrit, natës më të mirë të vitit. E për këtë pejgamberi alayhis salam na mëson dhe na thotë se në Ramazan gjendet një natë e cila është më e mirë dhe më e vlefshme se 1000 muaj. E kush privohet nga mirësitë e kësaj nate, vërtet është i privuar. Prandaj ta shfrytëzojmë kohën e mundësinë e të marrëmi këtë natë dhe të shfrytëzojmë në maksimum. Ramazani gjithashtu është një mundësi tjetër se na mëson durimin, na mëson sabrin. Durimi dhe sabri, sikur që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, e ka shpërblimin me xhennet. Prandaj gjatë këtij muaji të jemi më të dërueshëm e më sabërli që të jemi prej atyre që meritojnë shpërblimin e Zotit. Një mirësi tjetër dhe një gëzim tjetër i agjëruesve është se në këtë muaj lutjet tona pranohen ma lehtë. Sikur që na ka mësuar pejgamberi në hadith e ka thënë se 3 luetje Allahu nuk i kthen mbrapa. Njërin prej tyre e ka përmend pejgamberi selam se lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapa. E Allahu inshallah i pranon lutjet tona e nuk na i refuzon. Dhe një gëzim tjetër është se agjëruesi ka 2 gëzime në Ramazan. Gëzimi i parë është në kohën e iftarit, kur ne bëjmë iftar dhe gëzohemi që na japet mundësia prapë me ngrënë me pi, përderisa gëzimi edhe më i madh është gëzimi kur takohemi me Zotin, atëherë kur do të shohim shpërblimin e madh të Zotit xhenetin. Ne e lusmi bashkë Allahun që Allahu na bën prej xhenetlive, na bën prej atyre që vërtet kanë pse të gëzohen në këtë botë, e të gëzohen me një gëzim hala më të madh botën tjetër, kur do i shohin
shpërblimet e Zotit. Allahu bëft që ne jemi nga ata cilët i meritojmë këto shpërblimet Zotit, e meritojmë xhennetin. Allahu na bashkof me të dashurit tonë në xhennet. Allahu na bëft kabul çdo vepër të mirë gjatë këtyre ditëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.